Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Kemi emision të veçantë, se kemi të përmbledhur ajkën e mendimit më të thellë ekonomik shqiptar. Jemi në praninë e profesor doktor Petraq Milo, profesor në Departamentin e Financës, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, studiues dhe ekonomist i njohur. Profesor Milo, mirë se ardhët në midisët tonë. Faleminderit me praninë e profesor doktor Selami Xhepa, presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, UET, studiues dhe ekonomist i njohur i vendit. Profesor Xhepa, faleminderit që erdhët. Kënaqësi fatas, faleminderit. Me zotin Eduard Gjokuta, ekspert pranë Altax, një nga think tanket më prodhimtar të dekadës së fundit në mendimin ekonomik të vendit. Zotin Gjokuta, mirë se ardhët. Mirë se vjen, faleminderit. Dhe me profesor asociuar doktor Përgjan Muço, zëvendës dekan, Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale, Universiteti Zoti Këshillit të Mirë. Profesor Muço, mirë se ardhët. Faleminderit për ftesën. Temën e kemi Evropë, Kinë, bashkëpunimi ekonomik me erën kundër. Po fillojmë me profesor Milon. Profesor Milo, zëra dhe veprimet kundër globalizmit kanë sjellë dëme serioze në ecurinë e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare ndërkombëtare gjatë viteve të fundit. Kohëve të fundit sidomos. A mundën si Evropa edhe Kina të ruajnë së bashku elasticitetin dhe qëndrueshmërinë e zinxhirëve të furnizimit global me erën antiglobalizëm që po fryn fort kundër tyre? Okej, mundën dhe unë faktikisht jam për globalizëm, pavarësisht nga të metat apo benefitet apo përfitimet që mund të ketë globalizmi, është një çështje që nuk mund të ndalet njëra, pra kjo është pa diskutueshme. Dhe gjykoj që në këtë epokë globalizmi nuk është çështja e globalizmit, por është çështja e, do të thoya, elemente ose faktorëve të tjerë, gjeopolitik, ideologjik, që janë. Unë kam parasysh takimin e fundit të folurit 2 orë në mes presidentit Trump dhe presidentit Xi, që në 2 orë përmes telefonit, që pavarësisht nga lufta që ishte shpallur egër tregtare në mes dy palëve, më në fund, ajo në qëndrimi dy palëve në për sa i përket takimit, kuptohet aq sa që mund të japim, ishte me një fjalë, pjesa amerikane thoshte takimi ishte produktiv, ndërsa pjesa kineze thoshte më shumë ishte pragmatist, ishte pozitiv dhe ishte konstruktiv. Pra në këtë nxjerr del një leksion që çdo gjë është pragmatizëm. Nuk ka më ideologji në mjet të partnerëve, pavarësisht se cilët janë dhe kush janë. Kështu që Europa duhet të zhvishet nga kjo lloj ideologji, mbartëse ideologjisë, që jo të themi boshi së keqes etj. Jo vetëm Europa, por edhe vendet e vogla, që është nganjëherë duket e qesharake, që të gjykojnë të tilla veprime, kur në një kohë që partnerët më të mëdhenj botror nisen nga pragmatizmi. Pra edhe Europa duhet të jetë pragmatike për sa i përket për sa kohë që është partneri i dytë tregtar i madh dhe partneri i tretë në tërësinë e marrëdhënieve, sigurisht që ajo duhet të jetë shumë kujdesme dhe të jetë pragmatizme. Për arsye shumë të thjeshtë, përfundova, është në 3 gjëra. E para, Europa i duhet Kina për arsye do shisi madh dhe leta. E dyta i duhet për investimet ka një bilanc jashtëzakonisht pozitiv Europa kur është Kinës. Dhe treta sigurisht blen e lëndëve të parë. Dhe kjo do të drejtojë si situar gjithë politikën europiane. Pragmatizëm i plot nga partnerët, qoftë evropian, qoftë kinez, thot profesor Milo. Profesor Xhepa, a duhet të kërkojnë si Evropa, nga part këtohet Bashkimi Evropian, por edhe Kina shanse të reja në fusha kyçe dhe të reja si energjitë e rinovueshme, ekonomia digjitale, inteligjenca artificiale, duke krijuar ndoshta mundësi për bashkëpunim dhe kundër procesit të decoupling, pra në anglisht shkëputjes. Decoupling dhe de-risking janë 2 terma që po përdoren gjërësisht tani në marrëdhëniet midis gjithë partnerëve të mëdhenj ndërkombëtar. Për të qenë pak komplementar dhe me atë që përmendi profesor Milo, duke që ka një zhvendosje do ta konsideroj tektonike në arkitekturën e sistemit të ekonomisë botërore. Pas luftës së dytë botërore, modeli i qeverisjes që u zgjodh ishte sistemi multilateral, duke patur në thelbin e vet 3 institucione fundamentale, që është Organizata Botërore e Tregtisë, është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Duke qartazi që ndryshimet që kanë ndodhur në veçanti me epokën Trump 2, pra me si thua minimin themelor që është bërë 2 parimeve që mbi cilat ndërtohet ekzistenca e sistemit tregtisë botërore, që është Neni 1 dhe Neni 3,
që ka klauzën e mos favorite pra që një tarif që i ofrohet një vendi duhet t'i jepet gjithë vendeve anëtare. Fakti që Shtetet e Bashkuara kanë tarifa individuale për secilin vend minon eksaktësisht këtë nen. Pra është themeli pra nga kjo pikpamje multilateralizmi duke që ka marrë fund. Multilateralizmi i shoqëruar pastaj me liberalizimin e llogarisë kapitale çoi në globalizimin, hiperglobalizimin, i cili prodhoi për fat të keq përpost ndryshime shumë pozitive për ekonominë botërore, sepse prosperiteti kur nuk ka qenë kaq i madh për në jetën ekonomike të kombeve, por prodhoi njëkohësisht edhe gepe të mëdha, pra hendeqje të mëdha në të ardhurat midis grupeve ndryshme shoqërore, gjë që pastaj nxiti një proces invers që në 2017-ën, ku qeveritë filluan të marrin në dorë menaxhimin e ekonomisë duke kaluar drejt politika industriale. Kalimi drejt politika industriale, qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë në Europë edhe në Kinë, kuptohet pastaj që krijon më shumë premisa për nacionalizëm ekonomik, për arsye se instrumentet që përdoren në çdo rast janë instrumenta proteksioniste, pra qoftë subvencione të forta. Kështu që fillojmë pastaj dhe diskutojmë nga kuadri i parimit kombit më të favorizuar, atëherë hym tek barrierat brenda kufive. Dhe aktualisht ne po do shkojmë drejt një sistemi që dominohet nga 3 fuqi të mëdha. Praktikisht kemi një rivalitet të madh midis Shtetet e Bashkuara nga njëra anë, Kinës dhe Europës, dhe pastaj të gjithë vendet e tjera të botës po qëndërzohen brenda këtyre grupeve. Pra, Shqipëria fjala vjen qëndërzohet drejt Europës, vendet e tjera që janë aleat Shtetet e Bashkuara drejt Shtetet e Bashkuara, dhe ato të Kinës, të cilët mund të jenë ndoshta qoftë nga BRICS-i apo nga shumë nga nisma e Shangajit, fjala vjen e tjerë. Pra, duke që kemi një sistem të ekonomisë botërore që unë gjykoj që është shumë i rrezikshëm, sepse ne nuk kemi provuar në fakt deri më sot një sistem të qeverisjes së ekonomisë botërore të bazuar me një sistem multilateral të kësaj natyre. Ky nuk është multilateral në kuptimin siç thash të Organizatës Botërore të Tregtisë. Pra nga kjo pikpamje, duke që është e nevojshme që të gjithë palët të përpiqen që të ndërtojnë një sistem të ri të qeverisjes së ekonomisë botërore për të shmangur gjithë këto lloj rivalitetesh negative. Dhe për ta u kthyer shkurt fare tek teza juaj, unë mendoj që edhe Europa, edhe Kina përtej atyre ndarjeve që kanë në qasjen e tyre të filozofisë ekonomike, dhe shpeshherë në fakt është treguar që ka patur konflikte të mëdha, dhe aktualisht ne e dimë për shembull që kur qeveritë europiane i vendosën 45% taks për makinat elektrike, atëherë Kina hapi një proces për antidopingun dhe përpasoj vendosi taksa më të larta për eksportet e prodhimeve bujqësore, mishin e derrit, mishin e vicit dhe kështu me radhë, që janë eksporte të rëndësishme për shumë shtete kritike europiane, pra duket që ka një lloj hepasere këto lloj tensionimesh që manifestohen dhe reflektohen në instrumentat politikat ekonomike tregtare të cilat mund të prodhojnë konflikt. Sidoqoftë, mendoj që takimet e nivelet të larta politike që bëhen her pas here, mendoj që synojnë që t'i mbajnë nën kontroll këto lloj frictions që janë krijuar në sistem, që tha dhe telefonatën e gjatë para pak ditëve. Zoti Gjokutaj, profesor Xhepa thot rreziku evident i nacionalizmit ekonomik. A munden Evropa dhe Kina të ripërcaktojnë deriskin, pra, dhe varësinë reciproke në marrëdhëniet ekonomike tregtare mes tyre, duke qenë që mund të evitohet që deriskin të bëhet edhe bashkëpunim, pra të ketë mungesë bashkëpunimi, a mund të arrijnë që si procesa i ka nisur, është realisht duke u zhvilluar sidomos në vendet e Bashkimit Evropian, por a mundet që prej këtij procesi të mos kalojmë në një ekstrem tjetër shumë të dëmshëm që është shkëputja e bashkëpunimit. Parlamentarizimi pa. Natyrisht që procesi që ka hyrë e ka prishur atë statu quo që ka qenë, atë të bashkëpunimit global, edhe pse ajo i ka vlerëtur më shumë disa vende dhe në pak vende të tjera, dhe natyrisht Kinës i ka vlerëtur më së shumti, dhe kjo ishte një nga arsyet që u rithirrë një herë në vëmendjen e superfuqive ekonomike botërore për të riorganizuar arkitekturën tregtare, por edhe teknologjike në mënyrë të tillë që të rishpërndahet. Pra kemi një përpjekje për një rishpërndarje pasi kishim një përqendrim ose po synojnë një përqendrim. Nga ana tjetër, ekspansioni i teknologjisë në Kinë dhe vendeve para të saj. Mos harrojmë që para të Kinës janë një grup vendesh që janë me nismën një brezme rruga apo nisma të tjera rajonale, të cilat Kina tashmë po i tregon dukshëm që do të kthehet në një rol hegemonist, madje të jetë edhe më lart se janë
Shtetet e Bashkuara. Ajo çfarë ndodh me fenomenin është që nisma që tashmë janë të përbashkëta për vendet, si nisma e gjelbër për sa i përket dekarbonizimit, të cilat janë nismat që prekin një erë të vjetër industriale për të hyrë në një erë të re teknologjike. Karakterizojnë të dy. Natyrisht që kanë objektiva të qarta që përputhen dhe bashkëpunimi midis Europës kryesisht dhe Kinës natyrisht që mund të prodhoj zinxhir të rinj teknologjik, pasi gjithë pjesa A që prishet një statu quo të caktuar e networkut duhet ndërtuar një re dhe nga ana tjetër të një të reja. Dhe pikërisht duke u forcuar bashkëpunimin që në këto momente krijojnë një rol të rëndësishëm për të zënë pjesën e tyre në ekonominë e re apo në atë çfarë ne po presim që të hyjë. Natyrisht që këtu vende si Shqipëria, të cilat ne na intereson pasi jemi këtu dhe jetojmë, mundet të kthehen në vende që janë pjesë suplementare e gjithë zinxhirit, natyrisht i përkatshëm asaj ta profesor Selami me të drejtë arkitekturës ekonomike europiane. Por deri tani ende shikojmë që më së shumti ne jemi vëzhgues se sa të themi pjesëmarrës realitet. Profesor Muço, zoti Gjokuta përmendi nismën Një brez, një rrugë, e cila ka qenë e suksesshme në shumë vende edhe të Evropës, të botës po, por edhe të Evropës. Në gjykimin tuaj, këto nisma, këto projekte të përbashkëta, që kanë sjellë shumë, si thua, akse të rëndësishme të interkoneksionit, akse rrugëllore, akse rrugore, a ndihmojnë në statu quo-n e sotme që të dyja palët, pra vendet e evropiane dhe Kina, të mund ta gjejnë gjuhën e përbashkët të bashkëpunimit, pavarësisht rreziqeve që kemi sot edhe nganjëherë edhe shkëputjeve të momentale të zinxhirëve të furnizimit botëror. Një parantezë të shkurtër. Globalizmi në vetvete e kishte thelbin e vet që në 1944 të Bretton Woods. Në vitet e fundit fillimisht goditja e parë ishte pjesë e pandemisë që vetë Bashkimi Evropian filloi të rishikonte tregtinë globale, sidomos me Kinën për arsye të distancave dhe u vurej një sër problematika që u shfaqen te pandemia apo ky globalizëm në tërësi. Goditja e dytë ishte kthimi, nëse mund ta quajmë kështu goditje, kthimi i presidentit Trump për herë të dytë. Kur i shikoi, ku mori në konsiderat të gjitha marrëdhëniet tregtare, qoftë me Europën, qoftë me Kinën, filloi vendosje tarifave tregtare në mënyrë edhe ndonjëherë kaotike, se u pa dhe pak Luftë mirëfillte, dhe ndoshta edhe pas studime të mirëfillta duke përcaktuar tarifa ad hoc për secilin shtet, që kjo pastaj krijon ato tregti paralele një sër problematika të tjera. E treta ishte ndoshta pjesa e krijimit të bankës së re të zhvillimit që vendet e BRICS-it me një sër bankash të tjera vendosin që të krijonin, duke i dhënë fund ndoshta njëherë për gjithmonë pjesës së monopolit që kishte pas banka botërore, hegemonisë së dollarit apo bankës botërore. Kështu që u bë një rikonfigurim i ri. Tani për të kthyer te pyetja jote. Ajo që ka ndjekur, domethënë krijimi i konceptit i Bashkimit Evropian në vetvete, koncepti ekonomik i krijimit të një shteti të madh duke krijuar, duke pasur si model Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte që kemi një shtet që në atë periudhë kohë ishte dhe deri diku edhe Anglia dhe nga pikpamja e popullsisë kaloni mbi 500 milion banor. Kemi një shtete të vogla brenda një familje të madhe, relativisht të zhvilluara, kështu që të ardhurat me të ardhurat të larta, kjo qëllimi jonë është të prodhojmë kryesisht për vendin tonë, me çmime të larta duke shitur cilësi dhe duke i konsideruar gjithë vendet e tjera, Amerikën apo Kinën, vetvete që ne nuk mund të bëjmë konkurrencë çmime me Kinën, por njëkohësisht duhet që të kemi marrëdhënie tregtare me Kinën për arsye të prodhimit të Kosovës apo për lëndëve të para, dhe nga ana tjetër na duhet edhe Amerika qoftë për të eksportuar një pjesë produkteve tona, qoftë për të importuar. E gjitha kjo mbas pandemisë që përmenda filloi që të rishikohet, tani për të kthyer dhe për të përgjigjer pyetjes tënde. Lëvizjet e fundit apo zhvillimet e fundit të ndodhura në nivel global duke sikur po e rishikojnë apo çdo vend ka filluar që të rikonceptojë marrëdhënie tregtare me njëri tjetrin. Unë kam përshtypjen që deri diku nëse Bashkimi Evropian është duke rishikuar edhe në një formë të re dhe për afrimin me Kinën. Pra e shikon si ndoshta një nevojë apo një domosdoshmëri për të me shumë pragmatizëm. Çështje pragmatizmi apo çështje duke bërë analiza ekonomike që a kemi përfitueshmëri, a ndoshta edhe ne duhet që të rishikojmë
siç deri diku u arsyetua për njësër produkte që eksportoheshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe importoheshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke vendosur tarifa. Ndoshta ballë duhet që të rishikojmë edhe një herë këto tarifa dhe duhet të rishikojmë dhe të rikonceptojmë marrëdhëniet me Kinën dhe unë në këtë aspekt e shikoj që ka një parafrim dhe ndoshta do ketë një parafrim në të ardhmen dhe një intensifikim ndoshta dhe të shkëmbimeve, sidomos për lëndët e para, edhe ndoshta për tregtinë e makinave që tashmë është kthyer në një problem shumë të madh. Kjo për faktin që nga një anë kemi gjithë kompanitë kryesore të makinave europiane që po hasin vështirësi në tregtimin e tyre, kemi pasur dhe prodhimi kinez që ndoshta cilësia e tyre është bërë shumë e lartë dhe është bërë shumë kompetitive nga pikpamja cilësisë, por që me shumë të vogla se sa kompanitë europiane. Profesor Milo thotë kemi një parafrim dhe mund të pritet dhe intensifikimi marrëdhënieve tregtare i bilancit të dy palëve, Bashkimit Evropian, Evropës në tërësi me Kinën. Pyetja që kam për ju është, në rast se ka vështirësi në zhvillimin e projekte të mëdha Evropë-Kinë, edhe për shkak të ripozicionimeve që po ndodhin, edhe e përmendit dhe profesor Muça, a ka mundësi të shfrytëzohen shanset e bashkëpunimit mes ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla evropiane dhe kineze për të zbritur pastaj edhe në një terren akoma dhe më konkret rastin mes Kinës dhe Shqipërisë, të inkurajohen ndoshta ndërmarrjet e reja, startupet, të forcojnë shkëmbimet në sektor të së ardhmes, teknologjitë e gjelbra që u përmendur me drejt, edhe inteligjencë artificiale. Dhe mos harrojmë, profesor, që Kina sot është partneri i dytë i Shqipërisë në nivel të importeve. Tregtinë jashtë. Okej, unë mendoj dhe gjykoj që Europa duhet të shikojë Kinën si partner, si konkurrues edhe si rival. Më thënë, gjithë qasja duhet të jetë e tillë. Shikojmë, jetojmë në një epokë, në një moment që thotë që dhe vetë për mbrojtjen e Europa duhet marrë përgjegjësinë e vet. Pra, ashtu që tha Selamiu që në vazhdim të tregtisë, kjo shtrihet në gjitha, jo vetëm në tregti. Edhe në mbrojtje do të merrni masa që të mbroni veten ato. Në këtë kontekst gjykoj, brenda po diskutojmë Shqipëria, që ne kur themi partner do të thoya që Europa, rasti i fundit është mbyllja e kufirit nëpërmjet Polonisë dhe Bielorusisë, i cili kalon pjesën e madhe të tregtisë nga Kina në Europë. Europa nuk ka bërë një përpjekje për ta zhbllokuar kufirin. Në një kohë që ka miliona euro humbje ekonomike nga të dyja palët. Do të thonë për këtë shkak. Shumë drejt, nuk qarkullojnë trenat, qarkullojnë përmes Bielorusisë. Në këtë aspekt nuk po vepron si partner. Kjo është ideja e partneritetit. Këto lëvizje që po se pe si partner tjetrit, nuk e pse duhet marrë, si thua është në konsiderat, qoftë qëndrime më do thoya më të realizueshme brenda realitetit. Kalojmë këtë momentin e dytë që janë kompetitiv. Europa gjithmonë përdesa flasim që i përkasim kësaj hapësirë europiane, duhet të shikojmë nga vetja. A bën veprimet Europa të rregullta? Jo, për arsye se nuk lejon brenda hapësirës saj. Ka bariera akoma. Bariera më e madhe dhe politike është mos përfshirja e vendeve të Ballkanit. Që një burokraci, domethënë e tejskashme, e lodhshme etj. Me një burokraci europiane domethënë e dal boje, do të them, në mënyrë fare pragmatiste, rregullator një, pastaj nuk ka strategji industriale. Qofse ai bën një strategji industriale, unë kam të parit në jetë që qofse tjetri sillet në këtë mënyrë, ti do sillesh po në atë mënyrë. Ti nuk mund të sillesh, a kupton, themi të nxjerrësh faqen tjetër, a kupton, në një farë mënyrë. Kjo nuk shkon, kupton. Gjithë bota po drejtohet drejt kësaj mënyre veprimi. Ti do bësh, dikur Europa e ka bërë strategji industriale, ka subvencionuar qumshin, mishin etj. Dhe si jep të llogaria skujt, secili bën punën e vet. Pra, nuk duhet Europa të jetë ngurtë e mbyllur, po të hapet. Europa thotë të hapet teorikisht, por nuk ka hapur. Kjo dëmton kompetitivitetin, konkurrentshmërinë. Dhe fundi është rivalitet. Europa nuk mund të konkurrojë në ato sektor, pikërisht kur teknologjia kineze ka arritur majat e saj në prodhimin e veturave. Dhe çfarë bën? Vendos tarifën. Prodhimi i makinëve saj nuk po gjykoj cilësinë e aty makinë, nuk është provuar akoma, por nëse cilësia aty del në të ardhmen del shumë e mirë, atëherë ti nuk mund ta luftosh me tarifa. Jo, 45% që. 45% etj. Për arsye se ti dëmton konsumatorin evropian, amerikan etj.
Pra në këtë aspekt, rivaliteti duhet shtrihet me kujdes në ato fushat të cilat ti vërtet ke avantazh teknologjik etj. Dhe e dyta, Europa duhet të shikojë më tej, të diversifikojë burimet e lëndëve të para. Gjë që s'po e bën. Tezat e profesor Milos, profesor Xhepa, një prej tyre ishte vërtet shumë e gjetur. Europa në teori flet për hapjen, por nuk është shumë e hapur, sepse shumë e mbyllur me burokracitë e saj. Ndërkohë që a mund të shfrytëzojë kjo Evropë shanset që vijnë nga ngritja, profesor Xhepa, e nivelit të hapjes së vazhdueshme të Kinës. Kina është gjithnjë një vend në hapje, duke hapur sektor, duke hapur industritë të saj. Kjo është fakt edhe duke qartazi që këtë në lloj klime konfliktuale në marrëdhënie ndërkombëtare që është krijuar si pasojë e kontekstit të ri gjeopolitik, Kina ka shfaqur gjithmonë sepse ka dhënë kulturën dhe traditën konfuciane filozofike që janë për hapjen, për harmonizimin etj. Dhe duke se kemi një kontrast të madh. Sa i takon në qëndrimit e Europës, Europa e ka burokracinë më shumti për brenda vetes vet, pra nuk është një burokraci që ndikon më shumë kompanitë jashtë saj, siç janë fjala vjen kompanitë teknologjisë amerikane, sepse dhe Amerika ka vretje. Trumpi për shembull këto i kanë konsideruar si shkakun kryesor për vendosjen e tarifave të larta ndaj Europës. Pra, ky është një problem i brendshëm i Europës, të cilën Europa e ka konstatuar. Raporti Draghit ka dhe një action plan shumë të detajuar për mënyrën se si duhet të reformohet Europa, për t'ju qasur me të njëjtin fleksibilitet që kanë korporatat amerikane apo kineze në këtë garë. Është e qartë që rivaliteti strategjik midis këtyre tre superfuqive për teknologjitë kritike është çështje e sigurisë kombëtare. Pra, nuk është një çështje ekonomike, është një çështje e sigurisë kombëtare. Dhe ruajtja e dominimit mbi teknologjitë kritike është një luftë që shpesh herë i shkel ato normat edhe të marrëdhënieve apo të sistemit që ne kemi krijuar në marrëdhënie ndërkombëtare. Tani, problemi është që duam apo s'duam, ka diferenca të mëdha midis vendeve. Kina është një vend me kosto jashtëzakonisht lira. Kjo e bën Kinën që një dron kinez bën sa 7% e kostos një droni amerikan. Tani do t'i thua që do vendosë 7000% tarifë ndaj dronit, po e marr si shembull. Europa, po për të konkuruar teknologjitë e reja, sepse këtu bëhet gjithë lufta tani, flasim për segmentet e inteligjencës artificiale, supercomputing, data center, dhe për të zhvilluar këtë industri, duhet kesh një sektor energjetik jashtëzakonisht zhvilluar, sepse nëse ne kemi aktualisht gati 6 data center më të mëdha që po ndërtojnë në Europë, këto parashikojnë që nevoja për energji elektrike do rritet me 70% deri në vitin 2030. Nëse ti energjinë sot e ke Europa dhe kompanitë europiane me këtë përballen me kosto të larta, sepse kosto e energjisë në Gjermani është 4 herë më i lartë se kosto e energjisë në Kinë. Tani dhe kostoja 40% të kostove operacionale në çmim. Atëherë si mund bëhesh ti kompetitiv me një vend i cili ka edhe aksesin total lëndëve të para? Është e vërtetë ajo që gati 85% e mineraleve të rralla që janë rare earth, i kemi nga Kina, me varësi nga Kina. Dhe ndërkohë që në këtë rivalitet strategjik Kina vendosi embargo. Dhe u deshën negociata që të zhbllokohej, por në fakt po që se do të shikojmë, eksporti nga Kina ose importi europiane të mineraleve të rralla ka rënë në mënyrë dramatike. Kjo do të thotë që Europa ka një problem serioz në këtë lloj rivaliteti strategjik, sepse e para kostot janë shumë të larta të energjisë, po dhe gjithë kostot e tjera. E dyta, aksesi është saktë ajo që duhet diversifikim burimeve dhe në fakt s'ka bërë. Kjo është arsyeja për shkak që në Serbi ata mbyllin syt në kuptimin politik dhe tolerojnë disa sjellje jo demokratike për minerat e litiumit. Pra, ideja e diversifikimit është e thjeshtë, por problemi është që ta rrokësh sot është shumë problem. Dhe i fundit, në këtë luftë të madhe, Europa po shkon drejt Mercosurit. Për shembull, po shikon si treg alternativ Mercosurin. Pse? Sepse duam apo s'duam, pengimi i eksporteve kineze drejt Amerikës ka bërë një devijim tregtisë të produkteve nga që dikur destinoheshin për Amerikën, është rritur deficiti tregtar me 25% për gjysmën e parë të këtij viti të Europës me Kinën. Çka do të thotë? Europa ka krijuar tani një mekanizëm mbikëqyrje doganore për të evidentuar këto lloj rastesh dhe megjithësa politika do të bëhet edhe më fort proteksioniste. Por ndërkohë Europa ku do të shes vetë sepse masa do të jenë reciproke. Dhe po shikojmë për tregje tjera Mercosuri, Kina po shikon drejt Afrikës. Pra e thash që në fillim që duke sikur ka një ridizenjim të vendeve të koncentruara përgjatë një ankore që do të jetë secili vend. Për Kinën fjala vjen gjithë Europa apo vendet e tjera dhe kështu me radhë. Por kjo do të na bëjë me kosto tepër të larta
dhe në fund do të kemi një ekonomi, një realitet të ri ekonomik, në një sistem jo multilateral, por të dominuar nga 3-4 fuqi të mëdha globale, dhe ku të gjithë tjerët nuk kanë më mundësi për zhvilluar, sidomos vendet e vogla si Shqipëria, s'kanë asnjë lloj mundësie për zhvilluar politikat pavarura të diversifikimi, qoftë portofolit tregtar të investimeve kështu me radhë. Zoti Gjukutaj, profesor Xhepa foli pikërisht për mundësinë, por edhe rreziqet e hapjes së mundshme të Evropës me të gjitha sfidat që ajo sjell, edhe në nivel të sjelljes së korporatave, domethënë, qoftë atyre amerikane, qoftë atyre kineze dhe atyre evropiane. Në gjykimin tuaj, raste si hapja e portit të lirë të Hainanit në Kinë, që është shumë i rëndësishëm. Evropa mund të shfrytëzojë ndoshta edhe hapjen e sektorëve të logjistikës dhe të prodhimit në Kinë për të krijuar zinxhir punëzimi më elastik dhe të optimizuar, atë që përmendëm dhe në pyetjen e parë, sidomos në kohë krizash gjeopolitike dhe jetojmë në këtë kohë, sidomos me tensionet në lindjen e mesme. Dhe kuptohet edhe në Ukrainë, edhe në atë pjesë të Evropës, edhe me mbylljen e kufirit që me të drejtë profesor Milo tha, kufiri mes Polonisë dhe Bielorusisë. Pjesëmarrja e përbashkët ndoshta në rregullimin e standardeve për teknologjitë e reja. Uria e vërtet për teknologjitë për bateritë litium që sjellin pikërisht kanë nevojë për të ushqen jo vetëm si thua automjetet elektrike, por edhe shumë cloud computing dhe shumë procese të tjera. 5G-ja gjithashtu, inteligjenca artificiale, në gjykimin tuaj, apo Evropa me gjithë defektet e saj që i përmendëm me drejt profesor Milo dhe profesor Xhepa, kohën e duar dhe shanset që të hapet për komplet dhe të intensifikoj bashkëpunimin që përmendi edhe profesor Klodi me Kinën. Mos harrojmë zonja Ursula von der Leyen para pak javësh ishte në Kinë. Në fakt Europa tashmë ka kuptuar që kjo është një mundësi strategjike për të. Që nga çështja që ka vërë duke u nisur nga raporti që bëri Draghi, që ishte një rrugë kthese për mënyrën se si duhet të orientohet tashmë arkitektura europiane jo thjesht brenda vetes, por në hapjen e arkitekturës së re. Duke e kuptuar të natyrisht që tashmë po i shfrytëzon, pavarësisht se nuk është në gjykimin e asaj çfarë po shikohet në ato optimumin e saj, për arsye të problematikave të burokracisë europiane, por dhe të një qasje që në vetvete mos harrojmë që Europa pësoi një goditje në momentin e post-pandemisë, pasi u vërejt se një pjesë e mirë e teknologjisë dhe gjithë atyre burimeve të saj tregtare ishin puntuar te Kina, ashtu që kuptoi Amerika. Në fakt ishte një moment i artë edhe për Shqipërinë, për arsye se një pjesë e teknologjive që u tërhoqën dhe erdhën prapë te vendet në Gjermani, Francë, Itali dhe në vendet të tjera të cilat kishin investuar për vitesh, duhet ishte shfrytzuar edhe nga vende si Shqipëria apo gjithë rajoni dhe është me vend ajo pjesëmarrja e Ballkanit, i cili vetvete duhet ishte më agresiv për të rigjetur vetveten se sa çfarë mund t'i ofronte Europa, e cila në përgjithësi ka një ngurtësi në aspektin e mënyrës se si ajo e përmit tregun e ri. Ka qëndruar statik me Ballkan. Ajo çfarë mësohet tashmë me porte të hapura, të cilat Kina është goxha ofertuese, natyrisht janë përqafuar nga mallat evropiane, por nuk është e lehtë të depërtosh në tregun kinez, i cili është me mjaftueshmërinë e tij me prodhimet e veta, pra siguron një pjesë të mirë me atë kosto të ulët. Edhe pse çfarë duhet bëjë Europa? Bashkëpunimi nuk është një fjalë goje në kuptimin e marrëdhënieve thjesht tregtare, por është jepë merr atë që ke më të mirën apo më potencial. Europa ka pjesën e prodhimeve të standardizuara. Natyrisht që rrugët e bashkëpunimit janë të hapura shumë të mëdha për Europën në rrugën e agrobujqësisë, por të një bujqësie smart tashmë, duke ndërthurur teknologji dhe duke u përqasur me ato nisma që Kina tashmë të japojë të Europës, ato nisma të cilat janë rajonale apo të tilla që kërkon tregjet e reja, edhe Europa duhet të di se ku të sinkronizohet dhe të integrohet, qoftë në ato pjesë të rrjetit të themi të tregtisë kineze, prodhimet teknologjisë kineze të cilat kanë të bëjnë me vendet ish sovjetike apo me vende afrikane, dhe nga ana tjetër pjesa e burimeve, pra diversifikimi i burimeve vërtet që mund të jetë një problem, por Kina ka avancuar ndërkohë dhe nuk është aq e lehtë sa të gjës burime të reja, qoftë edhe brenda Afrikës apo brenda pjesës së Europës. Natyrisht që këto porte dhe zonat e tregtisë së lirë janë shumë të rëndësishme për të shfrytzuar në Europa me qëllimin e shfrytëzimit të momenteve më oportune që janë momentet gjeopolitike që diktojnë gjithë procesin dhe e gjitha kjo do të blejë në një pjesëmarrje europiane
me ndryshimin e mendësisë ngurtë që ka deri më sot, të cilën e kupton si diçka që duhet ta dominoj me të kaluarën, në fakt duhet ta dominoj me atë që edhe Kina po shfrytëzon, një ulje të kostove duke përdorur dhe ajo vende si puna e Shqipërisë apo vende të tjera për të alokuar për të shërbyer si suport, por ndërkohë disa gjëra nuk arrin dot moment, pra se duhet të ishte investuar me kohë në vendet që aderojnë pak apo në vende që kishin një politikë punëtore, që sa ti kënje kosto brenda vendeve të tyre. Pyetja e fundit për këtë situatë tematik të parë, përpara se t'i kthehemi për të gjithë ju miq të nderuar të Tryezës, pyetjes kyçe të fundit fare që ka të bëjë me të ardhmen e marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare Evropë-Kinë, por edhe të Shqipërisë me Kinën. Profesor Muço, në gjykimin tuaj, të gjitha këto shanse të hapjes së Kinës, që përmendi me të drejtë edhe zoti Gjokutaj, a mund të krijojnë mundësinë për industritë evropiane që atë që ju e thatë me të drejtë ripozicionim, ripërcaktim të përparësive të tyre strategjike, të kalojnë një pjesë e mirë edhe në territorin kinez, bëhet fjalë ndoshta edhe për bashkëpunimin për inteligjencën artificiale. Ne e pam ardhjen e DeepSeek, pra e strukturave të reja të inteligjencës artificiale shumë, si thua, efektive edhe nga trulli kinez, nga territori kinez. Kina në nivel ndërkombëtar dhe në nivel tregtar, flasim gjithmonë në tregtin globale, ka luajtur në mënyrë shumë inteligjente, qoftë në kontrollin e territorit apo ato që quhen minerale të rralla, vjen në mendje silici që kontrollon rreth gati 80% të rezervave globale sot, qoftë në aspektin duke rishikuar investimet në një sër vendesh afrikane. Europa duke sikur është futur në një rreth vicioz tashmë, sepse gjithmonë e ka parë veten në arenën ndërkombëtare në nivel supremacie në raport me vendet aziatike, me Kinën të tjerë, por gjithmonë dhe duke konsideruar nga pikpamja tregtare mbrojtjes dhe komplet strategjisë Amerikën, me të konsideron gjithmonë që kishin që ecin në koherencë. Ajo që dihet e re sot në Europë është fakti që nëse në vitet e 10 kur plasi kriza e parë energjetike në Europë, që u rritën në mënyrë të ndjeshme çmimet e naftës dhe të nënprodukteve të tyre, Europa u rikonceptua, nëse mund ta quajmë kështu, duke investuar në mënyrë të ndjeshme në teknologji me qëllim të reduktonte kostot e prodhimit. Ajo që Europa se ka bërë dot sot, dhe ndoshta kjo është gjithë ngërçi që po kalon sot Europa dhe është një krizë deri diku edhe të ardhmen të saj, është fakti që po gjendet në një situatë që duhet të e stimuluar apo e shtyre dhe nga Amerika që të vëj barjera nga Rusia, po që Rusia është furnitori kryesor i burimeve energjetike. Kostot energjetike, po, sot, prej vitesh tashmë rritja përdorimi i inteligjencës artificiale, teknologjitë e reja, inovacione, të gjitha këto kalojnë nga konsumi i energjisë, përmendi pak më parë profesor Xhepa, që ka nevojë për një rritje të vazhdueshme të energjisë së konsumuar. Gjë që Europa është e papërgatitur në këtë rast, dhe shikohet që është në kompleks, gjithë Bashkimi Evropian është deficitar. Dhe është deficitar dhe po shkon drejt një rrugë që duhet të rriti konsumin e energjisë. Kështu që gjendet përsëri e papërgatitur. Dhe në të tilla kushte duket sikur Europa po rishikon nga vetja, por që nga ana tjetër në nivel global dhe në nivel gjeopolitik edhe Kinën e shikon në thonjza si një armik tregtar, sepse u pa që ekspansioni i parë ekonomik, ajo që bën vendet e Bashkimit Evropian në tërësi, që shkuan drejt Kinës për të prodhuar për një kosto të lirë, fillimisht për të përdorur forcën e lirë të kostës punëtore, po pastaj në një moment të dytë e pam dhe si një treg, me shumë oportunitet, sepse me mbi 1 miliard konsumator, filluan që të shikonin që shumë shpejt Kina eci me një ritëm shumë të madh të përdorimit të teknologjisë dhe ndoshta edhe kopimit të një pjese të teknologjisë evropiane, u treguan të pafuqishme. Kjo ndoshta ishte edhe një ndër faktorë pasaj që bën atë reshtorin, më vjen në mendje për shembull brendet saktuara në makina dhe te motorra, që rishikuan se kishin edhe këtë le të themi problematik. Sot që po flasim, duke sikur Europa nuk ka një plan të mirëfill dhe konkret që kush do jetë e ardhmja e saj. Do me thënë sidomos duke u gjetur ndoshta dhe pa përgatitur nga sjellja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një Evropë e bashkuar, profesor Milo, thotë profesor Muço, por pa plan konkret, pa një strategji shumë të qartë, çfarë do të bëj
me atë kërkesë ulëritse, do ta quanim, e tha me të drejtë profesor Xhepa, për energji. Pra ndoshta për 2-3 vitet e ardhshme mund të ketë nevojë për 70% më shumë të energjisë që sot prodhon, importon dhe konsumon. Me gjykimin tuaj, a do të jetë në gjendje kjo Evropë ta formatizoj në rrugën e duhur, duke parë edhe hapjet e Kinës këtë bashkëpunim dhe të dalin nga i kurth qerthull i deficitit shumë të fortë tregtar që ka. Edhe të prodhimit në tërësi, se ka edhe një frenim të rritjes ekonomike që s'po gjenë si ta rikoncepton ekonominë që të rritë. Evropa për shkak të Green Deal, Gjermania, Franca, Anglia, Italia ka një frenim të rritë. Jo, ideja është kjo, për mua ka disa vështirësi që ne vërtet flasim kështu, por që Europa nuk ka avantazhin, as nëse flasim për tre qësuar fuqi të mëdha, Amerika, Kina dhe BE-ja, nuk e ka atë avantazh të vendimarrjes politike si që kanë këto dy vendet e tjera. Pra ato janë të konsoliduara, është një qeverisje të themi, merr vendime dhe kjo është një mangësi shumë e madhe faktikisht. E dyta, Europa nuk po shikojmë që nuk flet në unison. Pra nuk ka qëndrime të qarta. Më flagrante ishte ideja e saj pjesëmarrjes në politikisht në ceremonia të mëdha që marrin pjesë 2-3 vende të Bashkimit Evropian, të tjerë nuk marrin pjesë. Pra ka një qëndrime të kontradiktore kundrejt bosheve të ndryshme. E treta, Europa si thua ka më shumë një qasje pasive ideologjike që t'i përgjigjet, më thënë, një kundërshtari që pse ta bëj kundërshtar, në një kohë që duhet të jetë pragmatise në këtë pikë. Dhe unë gjykoj që në kuptimin, pra kemi një Europë të tillë, që sa po diskutuam, jo plakja, jo vendimarrja tjetër, dhe kemi një realitet tjetër që Kina është fuqia e dytë botërore, ka 30% të kontributit saj në ekonominë dhe kërkesën botërore, nuk do ketë ndalje për arsye se ai gjë që vura re unë është nga vetëm të vende që atë që themi që rritjen ekonomike bën gjithë përfshirëse. Në shkuptim, 4 trilion e dytë të vitit 2025, 5.3% është rritja reale ekonomike, 5.4% është rritja e të ardhurave të disponueshme. Pra, një shteti që ka një politika të qarta që mbështet konsumin dhe konsumi është rritur 5.4%. Pra, ekonomia çfarë është fundi, kërkesa e brendshme, kërkesa e jashtme. Nëse ti merr ke politika të mira brenda për të stimuluar kërkesën e brenda, ti gjithmonë do jesh në superfuqi ekonomike. Kjo është një realitet. Europës nuk ka çfarë ngjelet më vetëm në bashkëpunimi, ajo që thash. Dorë e hapur tërësisht e bashkëpunimit. Duhet bashkëpunimi në kuptimin e si thua e përfitimit reciprok. Gjë tjetër, to pjesët ideologjike të tjera duhet i lëmë mbrapa dhe të vazhdojnë. Në mënyrë figurative, profesor Xhepa, duke vijuar edhe si thua duhet të hapet kjo Evropë jona, topi qëndron pikërisht në fushën evropiane? Shiko, marrëdhëniet pa diskutim që janë bërë shumë komplekse dhe në këtë kompleksitet vendet kanë secili avantazhet apo grup vendet, sepse Europa është një grup vendesh, një tërësi shtetesh, kanë avantazhet dhe disavantazhet e veta. Kina pa diskutim që do të mbetet ekonomia më dinamike e botës dhe arsyet janë shumë të thjeshta. Arsye e thjeshtë është që është akoma një vend në zhvillim me një potencial të jashtëzakonshëm për zgjeruar klasën e mesme, konsumin, si pjesë e modelit të ri, po si pjesë e modelit të ri të rritjes. Pra edhe ajo që tha presidenti Xi në kongresin e fundit ishte për të kaluar një rritje ekonomike cilësore, pra bëhet fjalë për një ndryshim në modelin e zhvillimit ekonomik, që do të thotë në thelb që vendi ka mundësi brenda me burimet e saj të brendshme të ushqejë një kërkesë gjithnjë më dinamike. Prandaj dhe perspektiva e ekonomisë kineze si një ekonomi me një rritje dhe në ekspansion është pa diskutueshme. Problemi është që në anën tjetër kemi qoftë Shtetet e Bashkuara, qoftë Europën, të cilën nga pikpamja e zhvillimit ekonomik kanë arritur nivelin më të lartë në historinë e tyre. Pra praktikisht segmentet për të shtuar konsumin dhe kërkesën e brendshme janë pothuajse të egzauruara. Kështu që nuk është se kemi një pritshmëri për një ekonomi dinamike të fortë brenda vendit. Kjo është arsyeja që interesi i Europës dhe i Shtetet Bashkuara për ekspansion jashtë vendit dhe për ta udhëhequr rritjen ekonomike nga jashtë, nga kërkesa e huaj, është parsorë, pra kanë shumë më tepër interesa këto vende. Në këtë kuptim, mendoj që Europa e ka kuptuar, besoj prej kohësh dhe e ka shqetësimin. Problemi është që i mungon fleksibiliteti për të marrë vendime dinamike, pra
ata e shikojnë që sot, fjala vjen, mundësitë e Europës për të zhvilluar brenda vendit dhe për të dominuar në këtë teknologji kritike, do të jetë e pamundur nëse Europa nuk flet me një zë. Europa nuk zhvillon dot një treg financiar, siç e ka që të rivalizojë edhe me Shtetet e Bashkuara, se mos harrojmë tani, kemi një tjetër shkallë rivaliteti dhe Europa-Amerikë. Domethënë, pak a shumë janë po bëhet një decoupling, një decoupling jo vetëm me Kinën, po bëhet një decoupling në total në gjithë sistemin e ekonomisë botërore, po. Pra, Europa ka një potencial të jashtëzakonshëm se është një ekonomi më e madhe se ekonomia amerikane, edhe mund zhvillojë një treg financiar që ta rivalizojë dollarin amerikan, të rivalizojë tregun financiar amerikan. Pse nuk e bën? Se ka dhe një monedhë. Nuk e bën sepse nuk ka një treg po kaq thelluar financiar që ka Amerika. Pra këtu secili shtet qeveriset me financat e veta, ka instrumentin e vet borxhit, nuk është si në Shtetet e Bashkuara që të ketë Kalifornia borxhin e vet, fjala vjen Texasi borxhin e vet. Po të ishte ashtu, atëherë do të kishim të njëjtën simetri. Pra nga kjo pikpamje, Europa e di se çfarë kërkon, por nuk po realizon dot sepse s'ka fleksibilitetin e mekanizmat të vendimarrjes politike. Sidoqoftë, unë them që rritja e shkallës së ndërgjegjësimit që ka Europa për përgjegjësinë e problemit, sepse bëhet fjalë, siç e thanë të gjithë, për teknologjinë e të ardhmes. Ajo që përcaktoi revolucioni industrial i vitit 1800, përcaktoi fatet e ekonomisë botërore për 100 vite. Dhe ky rivalitet i madh që po bëhet tani, nënkupton si do të jetë ekonomia botërore në 100 vitet e ardhshme. Kjo është arsyeja që loja është shumë e ashpër, është shumë e fortë, dhe nga kjo pikpamje potencialin për ta fituar, unë mendoj që e ka pa diskutim e ka dhe Europa, sepse ka të gjithë kapitalin dhe potencialin njerëzor etj, por po kaq të rëndësishme ka Kina, por kaq të rëndësishme ka Shtetet e Bashkuara. Ajo që unë e thash që në kurit herës problemi është që si do të akomodohet ekonomia botërore me këtë lloj rivaliteti me pole, kur ne jemi mësuar me disa rregulla loje të tjera dhe kur ne nuk e dim nëse realisht kjo garanton stabilitetin edhe në kuptimin e sigurisë, në kuptimin e politikave të sigurisë për botën. Kështu që është një rivalitet i fortë me shanse për secilën palë. Kina ka sot superioritet në shumë nga teknologjitë kritike, s'bëhet fjalë për 5G-n. Nuk bëhet fjalë për 6G. Tani është në 6G, është numri 1 në botë, 6G-ja është numri 1 në botë dhe pas një diskutimi pas fidushëm në panelet diellore. Është panelet diellore, Europa filloi të investojë në energjinë diellore, kur kostot e Kinës ranë në shesh dhe përpasoi kosto e prodhimit, po kjo rivalizoi gjithë industrinë e prodhimit të prodhimit të këtyre paneleve diellore në Europë. Zoti Prokutaj, në gjykimin tuaj, e përmendi pak dhe profesor Milon në përgjigjen e pyetjes së parë. Takimi ose më mirë biseda telefonike shumë e gjatë, mbi 1 orë e gjysmë, mbi 90 minuta, mes presidentit amerikan Donald Trump dhe Xi Jinping, presidentit kines, në gjykimin tuaj, mund t'i japim më shumë kurajo Evropës për të qenë gjithnjë më bashkëpunuese me Kinën? Po, e para mendoj se i ka qetësuar disi tregjet pasi një bisedë midis dy gjigantës, natyrisht që i ka dhënë një akomodim tregjeve jo vetëm financiare, por të gjithë atyre çfarë janë të lidhur me të, në kuptimin e një statikuoje që mund të mbajë për ca kohë, edhe pse paparashikueshmëria e politikave, sidomos vitin e fundit, është e tillë që i ka vënë gjithmonë në gjendje alarmi. Natyrisht që politika amerikane tashmë po punon në të gjitha drejtimet për të rimarrë të gjitha ato çfarë kanë qenë drejt Kinës për t'i rikthyer mbrapsht. Një nga politikat e fuqishme që është politika e Trumpit tarifore është rikthimi i kompanive të mëdha si Apple apo kompanive të tjera që kanë investuar në Kinë për t'u rikthyer duke futur në mekanizmin. Pra, ka një analizë shumë të thellë të gjithë asaj çfarë ka në mendje administrata Trump me qëllim që të forcojë prodhimin vendas në mënyrë të tillë që të rikuperojë ato çfarë ka humbur. Natyrisht që Kina këtë probleme ka dhe me Europën. Të tillë që me tërheqjen e teknologjive, sidomos në 5 vitet e fundit, natyrisht që pjesa e saj vitale në aspektin e teknologjive të avancuara është jo më mendimën e partnerëve të huaj, por po avancon me ato çfarë ajo ka tashmë burime të brendshme. Dhe këtu është pjesa pse Kina po bëhet më hegemoniste për kërkuar jo thjesht tregje të rinj, por për kërkuar burime energjetike të reja, për kërkuar burime lëndësh të para dhe shtrirë pothuajse në gjithë zonat që diku janë konsideruar botë e tretë, dhe natyrisht që pjesa e komunikimit midis tre fuqive të mëdha po synon të kalojnë në një simetri të re ku
edhe pse Kina po tenton nëpërmjet avantazhimit të kostove të ulta të një prodhimi sasior të asaj që cilësisë tani po i vën theksin, pra kemi një rikompaktësim dhe një riformatim të mënyrës se si ata po e konceptojnë jo thjesht tregtinë, por prodhimin e brendshëm, duke kuptuar që në një farë mënyrë transferimi teknologjive ishte i mirë pasi ulte kostot, por në fakt në aspektin afatgjat nuk kanë fituar, duke që Kina e mori avantazhin dhe këtë avantazh duan ta rivitojnë prapë. Në këtë mes hyjnë të gjitha vendet të cilat duhet të përqasen sa më mirë, pasi 3 vendet e mëdha e kanë të qartë se çfarë do bëjnë, me hir, pa hir, me ngadalë apo me shpejtësi sipas mënyrës se si ato komunikojnë, natyrisht do e ndanë tregun global. Është Shqipëria e cila duhet di në Europë se ku duhet futet dhe me çfarë të bëhet pjesë. Për arsye se ekonomitë të vogla natyrisht që nuk mund të luajnë rol në politikat e mëdha, por mundet të bëhen pjesë e asaj që shërben si pjesë e avantazhit që Europa ka, pra të standardizimit, të mënyrës se si do të inkorporohet në partnerët tregtar dhe të lërë sa më pak hapësirë pastaj, mos harrojmë që Kina është bërë partneri i parë në importet shqiptare dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me industrinë, ka të bëjë me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe ka të bëjë me pjesën se si vetë konsumatori shqiptar i përcjell. Profesor Muço, po nis nga Europa. Në vitet 80 u fol shumë për kur krijoi Bashkimi Evropian dhe një ndër profesor Federico Cafe, le të themi ai që ka formuar apo ka le të themi ka qenë dhe babai në thonjza i ekonomisë së Draghit, thoshte që një Europë vetëm me një politikë monetare të përbashkët nuk do ketë shumë të ardhme dhe problematikat e saj do shfaqen të ardhmen. Problematika konkurenca fiskale që bëjnë ndërmjet vendeve ku secili le të themi nga shtetet mendon për elektoratin e vet në thonjza, pra secili harton politika për qytetarët e vendit të vet dhe jo duke menduar Europën si një tërësi. Mungesa e instrumentave të investimit në nivel le të themi të kësaj familje të madhe, siç mund të ishte krijimi një agjencie të menaxhimit të borxhit në nivel europian, që është përfolur shumë që edhe me përgjatë pandemisë propozuar nga Mato, Draghi e disa profesorë të tjerë, përsëri ka gjetur rezistencë nga shtete specifike të Bashkimit Evropian. Pra, në thelb, në vetvete, Bashkimi Evropian sot gjendet që është një familje e madhe, do me thënë tenton të sillet si një shtet i vetëm, por ka një mungesë homogeniteti të dizenjimit të një lideri që t'i përfaqësoj këta në nivel global. U pa edhe deri diku tek marrëveshja që deri diku firmon si von der Leyen me Trumpin, që u vendosën të rishikoheshin tarifat me një investim relativisht shumë të madh që Bashkimi Evropian duhet të bënte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po pastaj dolën në pa të gjitha problematikat që shtete të caktuara apo kompani të caktuara që kanë një zë shumë të rëndësishëm brenda shtetit tregonin që kjo marrëveshje nuk ishte kaq e mirë. Kështu që në thelb Europa vuan nga kjo gjë dhe nga mungesa e lëndëve të parë, pastaj që bën relativisht të vështirë që të rimodelohet siç bëri vitin e kaluar Kina, që tha do investojmë shumë në konsumin e brendshëm, do investojmë për teknologjinë e brendshme, do investojmë për vendin tonë dhe pastaj dhe bëri realitet dhe njëkohësisht edhe rritjen e zonës së influencës duke marrë në konsiderat rikën duke joshur gjithmonë më tepër Indinë, sepse vërtet Trumpi thotë që kompanitë amerikane duhet të kthehen në Amerikë. Por që ajo që vjet re është që kompanitë amerikane kanë tendencë të shkojnë drejt Indisë. Kështu që Kina edhe me krijimin e bankës së zhvillimit, që është le të themi shteti kryesor që dirigjon le të themi gjithë këtë iniciativë, në fakt afroi deri diku Indin. Kështu që praktikisht jemi në një situatë shumë të bukur për sa i përket aspektit gjeopolitik, por edhe shumë të vështirë për një sër shtetesh. Shumë sfiduese. 3 minutat e fundit dua t'i rezervoj për ju, profesor Milo. Juve e përmendet që në përgjigjen e parë, pra kemi një moment relaksues deri diku me telefonatën, bisedën e gjatë telefonike Trump, presidenti kinez Xi, në gjykimin tuaj, si e shikoni të ardhmen e marrëdhënieve ekonomike dhe të bashkëpunimit tregtar Evropë-Kinë? Po, gjykoj që Europa do i kthehet pragmatizmit. Nuk ka alternativë tjetër, gjykoj. Dhe praktikisht ka pasur edhe qëndrime edhe përpara, nuk është se qëndrime ka qenë, si thua, jo të gjitha kanë qenë në një linjë të një politike shtrënguese me Kinën, kanë qenë të kujdesshëm në një farë mënyrë. Dhe gjykoj që në këtë situatë,
Europa duhet marrë pjesën e saj që i takon. Por, unë gjithmonë qëndroj asaj që Europa ka përpara vetes, si thua, një 8 ose 10% të tregut, nuk e di sa mund të jetë Ballkani Perëndimor, po dhe Europa nuk ka pse mos bëj politika të tilla stimuluese për dhe të thoja inkurajimi për kompanitë e mëdha, në mënyrë që të kapi tregje sa më shumë. Pra, jemi në situatë që ajo nuk lufton për të luftuar, për të kapë tregje që janë politikisht dhe ideologikisht shumë afër asaj. Pra, janë shumë dashamirëse, do të thoja, dhe për të kapur tregje për madhrat e tyre, njëkohësisht për burimet, që mos fshoj burime natyrore në duar të themi të treta, qoftë portuale, qoftë e tjetër. Pra, këtë aspekt Europa ka, do të thoja unë, nuk është çështje për mua që jo drejta e njeriut ose tjetër. Duhet të luftoj për ekzistencën e saj për të ardhmen. Dhe më shumë i takon asaj se sa çfarë Kina e bën detyrat e veta dhe e mbyll ciklin, ndërsa Europa duhet të bëjë këtë cikël. Më kujtua ajo që tha Klodi që tha politika, për shumë, po të shikosh një aspekt shumë të vogël, që është fare banal, shumë kur flet politika e taksave, se cili shtet mendon që të rivalizojë konkurrentët e vet duke ulur tarifët, normën tatimore. Gjë që sot ulja normës ose si thua liberaliteti i normës tatimore është nuk është i sjellshëm. Nuk është, nuk konsiderohet si një konkurrencë e politikë mirë. Nuk është politikë fare mirë, po jo të konkurrosh, ne konkurrojmë. Dhe Europa është detyruar tani të vendosë thotë që të vendosë një tarif, bisedojnë, kuptohet, një tarif të normës tatimore për korporatat, jo më pak se kaq. Më shumë bëhet çfarë duash ti. Po jo më pak, kurse ne këtë Ballkani Perëndimor është bërë sport kjo. Është sport popullor. Pra vazhdojmë jetojmë me këto ujëra të tilla. Profesor Milo, profesor Xhepa, do t'i gjokutaj, profesor Moçer, faleminderit që ishit me ne sot në Realitet Ekonomik. Faleminderit. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.